Drejtori i shtëpisë së shëndetit në Preshevë, Reshat Ymeri, ditë më parë priti përfaqësues të ambasadës norvegjeze të akredituar në Beograd, si dhe përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë të Serbisë. Gjatë këtij takimi, sipas drejtorit të këtij institucioni shëndetësor, është konfirmuar donacioni i cili do të dedikohet kryesisht për shërbimin e radiologjisë me vlerë prej 40.000 euro, si dhe aparatin e mamografisë që ka vlerën prej 60.000 eurosh. Sipas drejtorit të lartë përmendur, ky donacion do të jetësohet nga 15 dhjetori i këtij viti deri më 15 janar të vitit vijues. Donacioni është përkrahur nga Ministria e Shëndetësisë si dhe Ambasada norvegjeze. Është e vërtetë, unë kam pas takim me përfaqësues të ambasadës të Norvegjisë dhe përfaqësues të Ministrisë të Shëndetësisë të Serbisë dhe mua është shkruar donacioni në vlerë prej 100.000 euro. Ky investim e kam para pa që të investohet në repartin e radiologjisë. Pasi se ky kabinet punon me kushte të vështira dhe mjetet tyre të cilë janë përdorim janë të stërvjetrura, unë kam para pa që ky donacion të dedikohet jetësisht për rentgenin, për të blerjen një aparati të radiologjisë dhe aparatin e mamografisë. Këta aparata i radiologjisë dhe mamografisë dhe të jenë aparatat më modern dhe punojnë në mënyrë kompjuteristike. Përpara punëtorët tanë që kanë punuar, makinat tyre kanë qenë të stërvjetruara. Në çdo vend kanë dalë për përdorimit, po punëtorët tanë kanë punuar në mënyrën si kanë mujtën dhe tashmë është konfirmuar vlera që për afatin për 15 dhjetor deri në 15 janar do të çojnë donacionit. Po ashtu vlen të theksojmë se të gjitha para përgatitjet i ka marrë përsipër Ministria e Shëndetësisë së Serbisë. Do ta bojnë ngëqerosjen e vendit ku do të montohen këto aparate, do ta bojnë të gjitha parametrat që janë para pa me ligj, do ta bojnë në dyshemën elektrostatike, do të thonë ka fut të gjitha gatisht. Ishin në fillim që këto të ishin me donacion të shtëpisë shëndetit dhe komunës, por me insistimin tim ata na kanë premtuar se të gjitha gjërat të kryejnë me aparaturë dhe të gjitha parapraktikët do të kryejnë Ministria e Shëndetësisë së Serbisë. Për drejtorin e këtij institucioni, zotin Reshat Ymeri, përkrahja e dy institucioneve të lartë përmendura është më së mirëseardhur, madje do të lehtësojë tej mase punën si për personelin shëndetësor që ka aparaturë më të sofistikuar, por edhe për vetë pacientët të cilët nuk do të enden më drejt qendrave të ndryshme